Dhe dhe Zoti xhelel xhelalu në Kur'anin e tij famlar na drejtohet dhe thotë la in shakartum la azidannakum. Nëse ju falenderoni, do u ashtoj ato mirësitë. Por nëse do të jetë e kundërta, gazebi i Allahut, dënimi i Allahut, patjetër që është i madhruar në Zot për dënimin e tij. Wal bataru, një mendje madhësi të cilën e arrin njeriu ose i shkaktohet njeriu, e favorizon veten e tij njeriu me të nga të mirat e tepërta. Si për shembull, si rasti i Karunit. Karuni tha, më është dhënë mua kjo, pra i gjitha kjo pasuri që kam, si merit dhe mirësi prej meje. Ndërsa diferenca midis tij dhe besimtarit është se besimtari thotë se i gjitha kjo është mirësi prej Allahut. Nuk ja atribon aftësisë së tij,